Kapitulli I radhës është kapitulli I lutjeve, I duave. Insani ka nevojë për lutje, ka nevojë për dua, ka nevojë që t'i drejtohet Zotit vetë, t'ia drejton jetën, t'i jep shëndet, t'i jep të mira, t'a ruan dhe të këqijat. Dhe një numër I madh I njerëzve neglizhojnë dua, harrojnë se çelësi që I ka humb në rregullimin e problemeve të veta është e Zoti. Ky e lip në dunja, e lip në terr, ama I ka humb tjetër kund. E lip në dritë ku ky po shef, por atje ku I ka humb është tjetër vend. Andaj çelësi I krejt zgjidhjeve të problemeve tona është te Zoti I Madh te bareke ve teala. Jo rastisht partë e muslimanëve luteshin shumë te Zoti I Madh xhel xhelalu. Edhe ata ishin të mëshëm, më të mëshëm se na. Edhe ata ishin punëtor, më punëtor se na. Ata e çliruan në dunja, ata e përhapën Islamin në dunja. Ata ishin të zellshëm, ishin me takat, kishin fuqi. Megjithatë luteshin te Allahu subhanahu wa taala. E luteshin shumë Allahun xhel xhelalu. Andaj I pam lutjet e Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Omerit, Anas ibn Malikit, e kështu me radhë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndalet pranë një peme e të cilës I ishin tha gjethët. Edhe e merr atë degën dhe e shkund. E shkund një herë, nuk bin gjethët. E shkund për s'dyti, nuk bin gjethët. E shkund për s'treti dhe gjethët bin. Edhe e merr këta sa për ilustrim pejgamberi alayhis salam për t'i tregu muslimanëve. Pastaj thot: Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Vërtet fjala subhanallah edhe alhamdulillah edhe la ilaha illa Allah I shkund gjunahet që shkundi kjo shkundje degët e këtij trungu dhe këtij druni dhe I gjujtin tokë. Pse ja u tha këta? Që të tregoj se çelësi të dhikri, çelësi të lutjes, ti kur thu subhanallah, I madh është Zoti dhe I pasën nga tmetat. A mundesh me paramenu me të bë kabull ti kjo dua, ky madhrim dhe kjo lëvdat për Zotin e madh, sa t'jep Allahu subhanahu wa taala. Kur thua alhamdulillah, të gjitha mirënjohje dhe lavdit dhe përsosmërit janë vetëm për Rabbul Alaminin. Kjo është lëvdat për Allahun. Dhe kur thu la ilaha illa Allah, s'ka Zot që meriton me hak adhurimi përveç Allahut madh xhelle xhelalu. Tha pejgamberi sa çdo tri fjalë, nëse lidhet robi për to dhe I thot ato, ja shkundin gjunahet që I shkunda unë këto deg, apo një herë nuk u shkundën, dy herë nuk u shkundën, ama ti nuk hek dorë deri të bin gjethët, mos hek dorë deri të pastrohesh, mos hek dorë pi namazit, pi agjërimit, pi zeqatit, mos hek dorë pi punëve të mira deri të shkundësh mirë gjunahet, apo mos hek dorë pi duajës. Nuk ka mundësi Zoti ti me të lënë pa përgjigje. Ka mundësi dhe çka sa të ta dhon deri tash se ka vaktin. Vjen më vonë ta jep, apo ta jep në kohën më të përshtatshme për tyje. Zoti gjithmonë e këshir interesin e robit. Ai sfiton kur gjapi pi të mirave çka u jep robërve. Krejt interesi është I joti. Andaj shikoj pejgamberi me mur këtë për shembull shkundjen e degëve. Hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta baj? Ai më të vol për lutje, për dua. Zakonisht njeri ka mundësi mu lut për dhe zdi çka me lut. Pejgamberi sa më ka ardhur më na mësu çish mu lut. Tha ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta baj? Tha selillaha al-afwa wal-afia. Tha lutë Allahun me ta dhon afwin edhe afien në dunja edhe ahiret. Shkurt, lutë Allahun me dhon falje gjunahesh edhe me të rujt pi sherrit në dunja në ahiret. Këti u duk pak e la nesit shkoj te pejgamberi alayhis salam, tha ja Rasulullah, cila është duaja më e mirë? Me shpresë se pi thot diçka tjetër. Se njerëzit mendojnë se nëse zgatet një muhabet, nëse tjerët një muhabet, nëse tjerët një fjali, ajo bëhet më e mirë. Në realitet a e kanë gjesh këtë mirën që aty. Erdhë dhe I tha, cila o doja më e mirë? Tha pejgamberi, selillah el afwa wal afia fi dunya wal akhirah. Lutë Allahut me dhon af edhe afie. Apo falje mëkatësh dhe me dhon siguri dhe mbrojtje nga sherrët e kësaj bote të ahiretit. Tha dunja dhe në ahiret. Edhe pastaj ja hekja të zhigin që ka I metë se djetë du duk pak.
Tha me bo me ta dhon Allah që të dijat këtë mirat dunjas t'i ka dhon dhe për këtë sherrave të ka largue. Çka është af edhe afuje? Af është me t'i shli gjunat. Me t'i shli gjunat. Po dikush thot çka i bie mu me më dhon hajër nëse ma fal gjunajin. Ha, çka i bie? Të ndërum xhamat. Me ta fal gjunajin i bie se një gac e helmit, një lan djekse mrena tije prat me shpërthy. Një helm prat me dhon efektin e vet. Ti e ki bo një gjuna që i bie çfarë të ndërum xhamat, kur e ban ti një gjuna, ti e ke bo një pull hazër për me shpërthyje, për me shkatru këtë jetën tane. Ajo pull, po nuk u menagju, po nuk u largu, po nuk u neutralizu, ajo veç i duhet dikush me ja gjetë momentin me të helmue. Ti e ke bo gjunajin. Apo, çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? Lut Allahin me t'i hek çto pulla. Çto këto helme na vati bojna. Kur ti e ban një gjuna, para me ndoti me pi një got uj apo një got lang, çka do koth me pi? Edhe me të lajmëru dikush masi e ki pi ti ketë ata, me thonë na i ban Allah akon e helmume. Akon e helmume. Qish njësh? Qish bë akon e helmume? Ti i merë këti nati ato çka e kanë di që janë helmume ose kanë pas mundësi me helmu. Qish me më keni helmue? A pse njëherë nuk e morë na i nati vetën që i bojmë gjunahe, ato kitë helmume janë. Nuk ka gjunave se në ta ka helm. Nga helm. Allahu Gjellë Gjellë thot, na ja falë na shumë për gjunave, se me ba me dhona jo efektin, ti shkatrosh. Mi ba mi morë Allahu për gjunave njerëzit, i shkatron. Ama Allahu falë shumë, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Lutë Allahin me ti neutralizu qëto. Ti neutralizonaj. Apo, ti shkon te mjeku dhe këshira ki pas një virus, ka pas mundësi me mu përshëndeti me neve. Ama, shqyqyr Zotit, elhamdulillah, shpoto e largun virusin. Qysh njësh? Një virus i vogël. Një virus i vogël nuk shihet me zi. Apo ta ip me temperature çrregullone, ti ban këta dëmtimet. Edhe në fund çka thu? Çka të bash? Çështja e gjunat. Pastaj el afia. Çka është afia? Afia është mbrojtje. Afia është siguri. Tha lutë Allahun me të siguru mos të troke diçka. Tash një herë largove, tash mos të dhvene tjetra. Mos me ta mundsu Allahu mu të afru e keqja hiç. A di sa e madhe kjo? Ki njerëzit dojnë me mri qëtu. Çka duhen parë nëse s'kish net? Çka duhen parë nëse s'ki siguri? Ti mundesh me pa, a mundesh me paramendu ti me pas shtëpinë, ama nëse to dush me dal, mos ka problem jashtë. Mos po mbandam dikush. Kë nuk jetohet kështu në rrumë xhamat. Çështja janë raporti me gjunat. Ti e ki gjunajin që e ban vet. E ki nefsin që nxit ka e keqja. Edhe e ki shejtanin që të rri hazër. Këtë këto duhet dikush me të neutralizu. Kush ka me neutralizu ato? Tha selillah, litë Allahin. Ja, lutë Allahin. Ibn Jauzi e sjellën një shembull për ta kuptuar këtë. Tha ti ka mundësi me shku te një Dostojoti në shtëpi. Edhe në bord del qeni. Qeni zagar për me rujt shtëpinë. Edhe sulmona i tyje. Njeri meqëm çka ban? Ki shku ti me një vend ku fshat ka qenaj. Dhe aruna i shtëpinë. Ai nuk nje tyje, sulmona i tyje. Njeri meqëm thot Ibn Jauzi rahimahullah çka ban? E thirr bilarg zotninjën, thot o zotninj nale qenin. Heke qenin, sa je një zotninjën e vet, largohet. E thot ai i cili ja merr menja që ka takat, ja merr zoti mend, çka thot? Shtinjet me qenin. E i shkon dikte që ti të mor me qenin. Hek na don, harke don. Hik na don, hik e don. Pse? Ai më çka thot? O zotninj, hek ma qenin bi këtu. Andaj, kjo dunja ka shumë sharr. Ka shejtana, ka e gjine, ka njerëz sharraxhi, ka njerëzit që thu, çish minal më unë këtë këto? I drejtohen Rabbul Alaminit. O Allah, i ki ndorë ti këtë qëto po, nali. Çka i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? Me ta dhon Allahi afuin, edhe afijetin, shlirin e gjunaheve, edhe mbrojtje dhe sigurien nga të këqijat, ti kish pështue. Me trujt Allahi pi gjunaheve tua, pi sherrit nefsit tan, edhe pi sherrit shejtanit çka të nxit, çka duhet ti të shka. Për këtë arsye, shikoj të ndërum xhamat, është mirë me ditë çka me bë lutje. Kështu i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lut Allahin, o Allah, mos mi jep efekt gjunaheve të mia. Me bë Zoti mi dhon efekt gjunaheve, ni gjunaheve veç mi dhon. Me dhon izin Allah i thot, jepi efekt gjunahit të çiki. Shkatërrohet jeta. Ama e shef sa ajo është i mëshirshëm Allahu. A mundesh me paramenu ti e ki pi helmin, edhe shkon te doktori dhe ai thot ta kena nxjerr këtë. Rri rahat se s'ka. Nuk kena lan as një pik helmin trupin tanë.
ati e di se ai hel me pasnejt edhe pak, ti shkon ec. Andaj të ndërum gjëmat, ta lusim Zotin e madh, Allahut na ruan pi sherrit, na ruan pi të këqijave, na ruan prej xhineve, na ruan prej shejtanëve, na ruan prej shejtanëve njerëz, që cilët kanë sherr brenda shpirtit të tyre, na ruan Allahun nga çdo e keqe në dunja e në ahiret. Kur të pastrohet oborri, pastaj vinë rendet e të mirave. E lutim Zotin e madh xhel xhelalu, pasi që kemi hije vetëm disa ditë, po gati një muaj e kemi muajin e Ramazanit. Allah na mundson me idë Ramazan, ja Rabbal Alamin, duke qenë me shëndet dhe me iman. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 6 muaj ditë përpara banin dua, o Allah ma mundson me hijnë Ramazan. Na sjena si kategorie, po barëm një muaj përpara ta lusim Zotin të hinë në Ramazan me shëndet. Është begatia e madhe, është mirësia e madhe që po na vjen, është shansi që cilin ti ka mundësi të ka hik nga Ramazani kaluar diçka, e plotson me izin e Allahut në këtë Ramazan. E lutim Zotin e madh në këtë ditë xumaje, ditë të madhe që Allahut na udhëzon në Islam. Allahut na përmirëson sjelljet tona, Allahut i përmirëson karakteret tona, Allahu muslimanët e varfër dhe të dobët Allahut i ndihmon. E lutim Zotin e madh xhel xhelalu që skamnorët, bonjakët, jetimat, të vejat, të burgosurit, të gjithë që kanë siklet, Allahu subhanahu wa taala t'u jem nga rahmeti vet, edhe neve të na bën shoqëri me ta, ya Rabbal Alamin.